Limi ju ngjit Albës. Ajo ja dha vëmendjen. Ish banorja e shtëpisë së famshme Flet Padoreza. Marrëdhënia Alba-Limi mbetet një ndër më të komentuarat e momentit. E ftuar në fermën e të famshmëve, ish banorja e shtëpisë së vipave një herazi dhe grimerja e njohur. Fiorentina Halili komentoi raportin e dyshes në fjalë. Sipas saj Lim Hoti ka përfituar goxha nga Alba në fermën e të famshmëve për sezonin e dytë. Madje në fjalën e saj Halili thekson se ajo që e shtyu Limin të braktiste këtë reality show ishte fakti se asnjë tjetër nuk i kushtonte vëmendje sa Alba aty brenda. Fiorentina Halili deklaron: "Të dy e njohin shumë mirë pjesën e televizionit. Atë që deshën e mor. Alba ka qenë një nga kryefjalat këtë vit në fermën e vipave sezoni i syt. Limi u kap pas Albës, e dinte ku të shkonte. E kur Alba doli, Limi nuk kishte dik tjetër rreth e rrotull që t'i jepte aq vëmendje sa Alba." Kujtojmë se së fundmi në rrjet është përfolur shumë për një krisje të raportit të dyshes romantike me dyshimet se Limi ka tradhtuar Albën. Por deri më tani nuk ka patur asnjë reagim nga ana e tyre në lidhje me këtë situatë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.